Është shuar pas 3 ditësh aktive vatra zjarrit në zonën e Vermoshit në rrethin e Malësisë së Madhe. Ka qenë ndërhyrja nga ajri përmes helikopterit të ardhur nga Mali i Zi që ka shuar vatrën në zonën e Tamarës, ndërsa më herët vatra aktive në Selc u shua nga ndërhyrja e shërbimit zjarfikës të Shkodrës me anë të 2 mjeteve dhe 50 forcave të ushtrisë. Dhënia e zjarrit është e paqëllimshme. Është një moskujdesi nga një njeri që pindohan. Për me jetë kjo mos me jep kjo dhënia e zjarrit për unë si me blak dyshoj edhe turistat. Për lagja vetë këtu, për momentin lagja vetë. Dhe mas anej, mas disa telefonata, kanë arrit forcat e në shpejt me jalë zjarfikset. Dëmet e shkaktuara kanë qenë të konsiderueshme në kurorën e Gjelbërt, ndërsa dyshohet që zjarri ka qenë i qëllimshëm, por nga ana tjetër, kryeplaku i fshatit ka dhe një apel për shtetin shqiptar, vendosjen e antene komunikimi në mënyrë që kjo zonë të mos jetë e izoluar. Na komunikojmë veç me Malin e Zi dhe i kërkoj shtetit, policisë edhe policia vetë në Zis, shtetin, në vinë, sa da pak një anten, Vodafone, AMC, në vinë, për njëm. Se na është di vetëmi, ka tunë që nuk kena asë një dojë komunikimit që a merë rjeti i mërënshëm, shtetit tonë përveç me Malin e Zi. Ndër vite kjo ka qenë pjesa e vetme e paprekur nga prerët e paligjshme të pyjeve nga mungesa e rrugës. Dyshohet se zjarri është vënë qëllimisht prapjen e rrugës. Policia ka nisur hetimet mbi këtë rast.